Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini këtu tek videoja për eklipsin që do të ndodhi nesër, në 3 mars. Pra kemi një eklips hënor të përgjakur, e quajnë shumë astrolog, intensiv në 3 mars. Unë nuk ja këshilloj pra që ta shikoni fare eklipsin, pra mos e shikoni fare hënën gjatë eklipsit, mos hani, mos pini, mos lini madje as ushqime për jashtë gjatë eklipsit dhe sigurisht nuk duhet gatuar. Dhe njerëzit që duhet patjetër të hanë ose duhet pini laç ose gjëra të tilla, sigurisht i këshilloj të paktën jo mish, absolutisht fare është, okay? Ndikon shumë negativisht pra, nëse ha ushqim, sidomos mish është akoma më keq. Në rregull, eklipset hënor apo kishim një eklips me 17 shkurt diellor, kurse tani kemi eklipsin hënor, sepse hëna është e plot nesër. Eklipset totale hënore apo çfarë do lloj eklipsi konsiderohen pra jo të favorshme për të bërë gjëra të rëndësishme, sepse thuhet që dielli ose hëna pra goditen nga planetët Rahu ose Ketu gjatë eklipsit. Ky është një moment, si thuash, ku mendja dhe shpirti kalojnë një transformim të madh karmik. Rahu dhe Ketu quhen dy planetët hije dhe ato përfshihen pra në këtë mënyrë duke krijuar hënën e përgjakur. Për shembull, nesër është pra Ketu që do të kollofisit, si thuash, hënën, ndërsa tek eklipsi diellor që kishim në 17 shkurt pra ishte Rahu tek dielli. Gjatë eklipsit hënor, fokusohemi sigurisht përqendrohemi tek eklipsi nesër. Dhe do të marrim për çdo shenjë në këtë video të gjatë. Pra, gjatë eklipsit hënor, thuhet që mendja jonë do të kalojë ndryshime shumë intensive, mund ta kemi ndier tashmë edhe sot ose këto ditë përpara eklipsit, sepse energjitë ndihen si para, ashtu edhe pas mbylljes së eklipsit. Eklipset totale hënore pra ndodhin gjatë hënës së plotë, siç është nesër. Kjo hënë e plotë është në bashkim pra me Ketun, planetin hije Ketu, i cili është jashtëzakonisht shumë shpirtëror. Me që është hënë e plotë, duhet mirë pra të mbyllim çështje deri nesër, të mbyllim çështje që kemi krijuar më përpara, ndërtuar më përpara, pra ky eklips lidhet me mbyllje, lëshime, përfundime. Edhe vetë hëna e plot flet pra për përfundim, sepse është e plot, mbyllje ciklesh. Gjatë kësaj kohe mund të shohim shumë përfundime në jetën tonë. Pra jeta, si thuash, po na kërkon të përmbyllim diçka që nuk funksionon mirë, që nuk funksionon më për ne, e kemi tejkaluar atë cikël dhe jemi gati për diçka të re më të mirë. Ky eklips hënor do të ndodh tani pak astrologjia vedike sigurisht, dhe unë në fakt nuk isha ndërmend ta bëja këtë video, por meqense më ka shkruar shumë veta dhe kanë qenë shumë të interesuar, dhe meqense domethënë për astrologji vedike nuk njihet në Shqipëri në mënyrë të saktë dhe nuk domethënë janë mashtrime nëse ka video ose njerëz që thon bëj lexime me Afrodita Zajn, sepse unë nuk bëj lexime fare, nga që ka dikush pra njerëz që duan të përfitojnë nga kjo gjë, dhe pra duhet keni parasysh nuk bëj lexime fare në këtë periudhë, okay? Kështu që nuk jam unë Afrodita Zaja. Nëse dikush ju shkruan. Në rregull? Pra, por në këtë video do të mësojmë diçka, pra është falas, mund ta ndiqni videon ata që dëshirojnë. Deri në fund do të marrim gjitha shenjat. Ky eklips hënor do të ndodhi në Luan, në shenjën e Luanit, në një nakshatra sipas astrologjisë vedike që quhet Purva Falguni. Purva Falguni. Pra nakshatra e 11, ajo ndodhet në zemër të shenjës së Luanit dhe përfaqësohet nga një shtrat. Simboli i relaksimit të mbretit, sepse Luani është domethënë shenja e diellit, zotërohet nga dielli që është mbreti. Domethënë është relaksimi i mbretit pasi ka përfunduar shumë punët mbretërore. Kur mbreti relaksohet, ai organizon festa, argëtime, valltar, energji krijuese pra për kënaqësi. Është relax.
Kjo nakshatra ka cilësi të krijimit të relaksimit, bujarisë, por edhe dembelizmit. Është një yll fati, domethënë ka aftësiri prodhuese kjo energji. Simboli i saj është Shivling, organi seksual mashkullor, gjithashtu. Do të shohim ndryshime në industrinë e argëtimit, ndoshta tek të famshmit, por edhe në marrëdhënie dhe në dashuri, që mund ta shikojmë tek shenjat më vonë. Mund të ketë ndarje të papritura, betejë egoje. Luani përfaqëson pra edhe egon. Ose qartësi për ato që vërtet ka vlerë për neve. Kjo nakshatra zgjerohet nga Venusi dhe mundet që fuqia femërore po kalon një reset, domethënë Venusi e zotëron këtë nakshatrën, pra gratë mund të rikthejnë dinjitetin e tyre, gjë që po ndërane këto gjërat heqja e keni parasysh, është shumë e mirë kjo energji për këtë gjë. Është shpallje kësaj gjëje, përfundimtare. Industria e bukurisë dhe feminiteti performativ, domethënë njerëzit që bëjnë performanca mund të përjetojnë transformime. Okej. Kurse në anën tjetër kemi pra Rahun që është Mërkuri retrograde në shenjën e Ujorit, kemi Rahun në Ujor, kemi Diellin në Ujor, kemi shumë planet, Mars në Ujor. Domethënë na bëjnë të pyesim për teknologjinë AI dhe si po ndikon ajo në aftësinë tonë për të krijuar. Ka shumë njerëz që përdoren janë shumë të varur nga inteligjenca artificiale, nuk krijojnë dot, nuk kreativiteti i tyre po zvoglohet, janë bërë pra dembela. Okej? Sigurisht kjo nakshatra na bën pyetje vetes tonë. Çfarë na jep vërtet kënaqësi? A është arti i sinqert apo i komercializuar, a të riqemi nga trupi apo nga shpirti tek njerëzit? A jemi tepër dembel? Pse duam famë dhe popularitet? Njerëzit që janë Luani janë të sëmurë për popularitet. Ky eklipsi do të sjellë pyetje pra të thella mbi potencialin tonë krijues dhe si po e përdorim ose si po e keq përdorim këtë gjë. Gjatë kohës së eklipsit, mënyra më e mirë për ta shfrytzuar këtë eklips dhe çdo eklips, jo vetëm këtë, qoftë diellor dhe hënor, pra është meditimi. Unë kam hapur një grup të ri të meditimit, Lotus Ocean, jeni të mirëpritur. Ata që dëshirojnë është falas të online, pra mënyra më e mirë është për të mësuar qëndërzimin e trupit dhe për të thënë mantrat në shqip. Është tejet pozitive. Ajo është më e fuqishmja që mund të bësh për veten tënde. Sigurisht mund të lexoni numrin e WhatsAppit në përshkrim, description, tek videoja këtu, për ata që dëshirojnë të vinë. Në këtë eklips, hëna bashkohet pra me ketun dhe përballet me diellin, si thuash. Dhe është e plot. Ketu është si zjarr pastrues, është shumë intensiv. Më i fortë se Marsi apo Plutoni, thuhet si lava që shkrin gjithçka që nuk të duhet më. Ai na ndihmon të heqim dorë nga ajo që duhet lëshuar dhe të kalojmë drejt diçkaje më të shëndetshme dhe më të mirë. Venusi pra, sunduesi i kësaj nakshatre, prek thelbin e dëshirave tona. Na bën pra pyetje që duhet i përgjigjemi, pse dëshirojmë atë që dëshirojmë, shumë të varur, pse duam njerëzit që duan pushtet, sepse duan të provojnë vlerën, etj. Pra, a janë këto dëshira të dobishme për neve apo na bllokojnë? Ky është një portal transformimi karmik. Nafton pra të heqim maskat, egon dhe identitetin e re. Jupiteri këtu na sjell bekime, kështu që pas përfundimeve pra të eklipsit do të ketë hapësirë për rritje dhe gjëra të reja në jetën tonë. Atëherë le ti marrim shenjat me radhë, vash avash. Fillojmë me dashin. Sigurisht ky është astrologjia vedike dhe do të kemi parasysh pra që unë flas për ascendentin. Domethënë njerëz që kanë ascendent, të gjithë shenjat që do vinë tani sepse kështu është astrologjia e ardhshme, kështu do jetë. Ascendenti është gjëja më kryesore tek një njeri dhe të gjithë njerëzit kanë ascendent të ndryshëm. Okej?
Ata që janë ascendent dashi, eklipsi aktivizon shpinë e 5 dhe 11 të astrologjisë, do të thënë, kreativiteti, romanca, fëmijët, miqësitë. Mund të kemi përfundime në miqësi ose marrëdhënie romantike, sidomos në qoftë se kanë qenë pra toksike, aq më mirë. Në qoftë se nuk je ndier i e dashur apo vlerësuar, do të dalë vërteta në pa. Nuk pra gjatë eklipsit sigurisht që nuk është mirë të bësh evente sociale, domethënë nesër. Mirë është të shmangësh këto gjëra. Kujdes me rrjetet sociale, ata që janë dash, mund të ndihesh të shkëputur pak nga publiku. Rishiko me kë po shoqërohesh dhe nëse ndihesh, nëse je autentik në grupet e tua apo jo. Nëse je prind, të shko të ndryshosh mënyrën se si po i rrit fëmijët, pra do të fokusohet tek fëmijët, gjithashtu ata që kanë fëmijë, që janë prindër. Kujdes me varësitë emocionale në dashuri. Mundësi për një fillim të ri marrëdhënie, por me energji të re për ata që janë beqar. Këshillat për dashët, praktika shpirtërore. Meditimi, unë e këshilloj patjetër të mësojnë pra meditimin lotusoshën që e bëj unë çdo javë, të përsëriten mantrat. Qëndro brenda gjatë eklipsit në qoftë se ke mundësi. Ata që janë dash dhe që janë shtatzan, absolutisht, pra i këshillojmë që të mos dalin fare jashtë gjatë kohës së eklipsit. Pra eklipsi afërsisht është nga ora 9 deri në orën 1. Në rregull? E paradites ose drekës dhe në këtë orë. Ata që janë demi, ascendent demi. Ata që janë ascendent demi, do të aktivizohet shtëpia e tyre e 4 dhe 10, pra gjërat në shtëpi dhe karriera. Mos bëj ndryshime të mëdha në shtëpi gjatë eklipsit, pra blerje, shvendosje shtëpie, rinovime, nuk këshillohet për ata që janë ascendent demi. Mos merr vendime impulsive në punë, kujdes me autoritetet. Mund të dalin ndoshta plagë emocionale nga fëmijëria. Është kohë pra për të bërë paqe me të kaluarën dhe me nënën, ose kalo kohë të mirë pra me nënën tënde. Emocione të forta për ata që janë demi, por jepi vetes pushim, kujdes, relax, këshillohet. Do me thënë, lësho identitetin e vjetër emocional, thonë astrologët vedik, për të hyrë pra në një gjendje të re, më të mirë. Okay? Kalojmë tek ata që janë ascendent binjakët, pra nesër, gjatë eklipsit. Disa fjalë edhe për ata që janë ascendent binjakët. Eklipsi do të ndodhë në shpinën e tyre të tretë, komunikimi, si do mendojnë, lidhje me motrat vëllezërit, sidomos ato që janë më të vegjël, përpjekjet personale. Pra mbyllet një cikël sabotimi mendor. Mos hy në debate fetare ose politike, sidomos tani që planeti juaj, domethënë që drejton binjakët është Merkuri dhe është në retrograde, mundësisht shmang debatet politike fetare. Kujdes me investime online, nuk është mirë, sidomos nesër. Pas eklipsit gjërat fillojnë të lëvizin më mirë. Kalo kohë mirë me motra vëllezërit, mos bëj debate me ta. Por krijimtaria për juve është shumë e mirë në shkrim, në ditar, në të shkruarit. Pastro mendjen nga dyshimet, ata që janë ascendent binjakët. Okay, kalojmë tek gaforja. Ata që janë ascendent gaforja, eklipsi do të ndodhë në shtëpinë e tyre të dytë, pra tek shenja e luanit. Energjia më tepër do të përqendrohet tek parat, ushqimi, të folurit, transformim në marrëdhëniet me parat. Mos bëj investime të rrezikshme, sidomos gjatë këtyre ditëve të eklipsit. Kujdes me fjalët që thua, mos flisni me nerva, si thuash. Mund të ndodhin ndryshime në mënyrën se si ushqesh gjatë kësaj periudhe, mëso një dietë të balancuar. Mund të vinë financimi i suksesshëm pas eklipsit. Mesazhi dhe këshilla pra është bë konsumator i vetëdijshëm dhe përballu me frikrat financiare.
Ndërkohë që duhet përsërisim pra dhe mantrat. Unë i dua vetes të mirën dhe dua të kem një balancë mendore dhe financiare. Gavorja. Okej? Kalojmë të ata që janë ascendent Luani. Eklipsi do të ndodhi në shenjën e tyre. Pra, Luani do të ndikohet shumë. Transformim identiteti. Vdekje e egos, quhet, sepse është eklipsi dhe si thuash në Luani ka pak ego në përgjithësi, dikush më shumë, dikush më pak, ose dikush shumë pak, por është transformim, është lëshimi i egos, tërësisht. Po ndryshon kush je dhe se si e shikon veten. Disa marrëdhënie mund të mos përputhen me versionin e ri tëndin. Mund të ndjeni pak të lodhur fizikisht, pushim dhe hidratim, mos jetoni sipas pritshmërisë së tjerëve. Do të jeni për autentik. Shërbimi është mënyra më e pasur për të përdorur egon, sidomos i këshilloj për uljen ndaj natyrës. Domethënë këtyre ditëve të mësoni pak, që mësoni tek meditimi lotusoshëm, jeni të mirëseardhur, se si bëhet përulja fizikisht e ndaj natyrës, elementëve natyrës hynores, pra diçka e superiore, është tejet e pozitive për luanët, nëse bëjnë dhe të thonë pra mantrën, unë dua të shërbej më të lartë dhe hynorit të Zotit, pra hynores. Duhet ta bëjnë nëse duan të kalojnë një periudhë mirë. Ata që janë ascendent Virgjëresha. Eklipsi tyre do të ndodh në shtëpinë e 12, pra diçka mbyllje karmike, humbje të diçkaje, shpenzime, ose shumë spirituale gjithashtu. Nuk këshilloj të bëhet investime, pra mund të keni humbje të papritura. Ëndra intensive, spolesa ndoshta thuhet, pra domethënë kur flen gjumë. Kujdes nga mendimet obsesive. Pra në izolim i shëndetshëm, qetësi, absolutisht meditim. Duhet patjetër të bëjnë meditimin dhe të, si thuash, të kenë një balancë mendore. Unë dua të kem një balancë mendore. Unë dua të punoj me veten për të arritur një balancë mendore, është mantra për Virgjëreshat. Dhe sigurisht, njerëzit që nuk kanë bërë meditimin lotusoshëm me mua akoma, të paktën mund ta thonë qofse nuk duan të mësojnë se si flitet nga qendra e gojës, mund ta thonë me zë, por shumë e fuqishme është nëse thua nga qendra e gojës, dhe për këtë duhet disa seanca lotusoshëm për ta mësuar, nëse dëshironi. Ata që janë ascendenti Peshorja, eklipsi tyre do të aktivizojë, si thuash, miqësitë, rrjetet, aspiratat, mund të mbarojë një miqësi, mos bëj vendime drastike shumë të rëndësishme në karrierën e tyre, gjatë eklipsit. Lëshon marrëdhënie që nuk të mbështesin. Pra, gjëra që nuk të shërbejnë, qoftë marrëdhënie biznesi, qoftë marrëdhënie në shoqëri, qoftë marrëdhënie kudo, nëse ndjen që nuk të shërben diçka, lëshoja, tani është momenti i dur në këtë eklips. Domethënë është një bekim, nëse nuk tregoni pra impulsiv. Akrepi, ata që janë ascendent Akrepi, dhe urojmë që sot mos të harrojmë ndonjë shenjë, të gjitha. Ata që janë ascendent Akrepi, karriera, reputacioni, do t'i ketë një ndryshim, një frymëzim dhe ndryshim sigurisht në karrierën e tyre dhe reputacionin, sepse do të preket pra shtëpia e tyre 10 astrologjike, pyetje për drejtimin e tyre personal, mos ndrysho punë gjatë eklipsit, prit nëse të kanë ofruar në një punë tjetër, mos bëj ndryshime, mos bëj vendime të rëndësishme tani. Fokusohu në stabilitetin familjar, mos krahasu suksesin tënd me të tjerët, partneritetet do t'jenë kyçe për suksesin. Është shumë e mirë në aspektin e karrierës,
vetvetiu do të vi vetë, madje edhe për lider, por duhet pastrimi i ambicjes së vjetër, thuhet në astrologjin vedike. Ata që janë ascendent shigjetari. Vazhdojmë? Ata që janë ascendent shigjetari, eklipsi tyre do të ndikojë tek fusha e jetës së tyre që ka të bëjë me udhëtimet, besimet, filozofi, feja. Sigurisht udhëtimet jo nesër, por gjatë kësaj periudhe. Mendja e tyre është e mbi ngarkuar shigjetarët. Krizë besimi e përkohshme mund të ndryshojnë besimin e tyre. Mos udhëto pra, nëse nuk është e domosdoshme. Praktika e meditimit është thelbësore. Është shumë e rëndësishme sepse shigjetari drejtohet nga Jupiteri, domethënë ligjet hyjnore, mësoni ligjet hyjnore të multiversit juve që jeni shigjetari. Dhe këto i mëson vetëm tek meditimi lotësoshëm, pra me mua Afrodita, Saja që është udhëhequr nga guru Prashant Trivedi, i cili është mjeshtri i diturisë vedike dhe i ligjeve hyjnore të multiversit. Pra, shigjetarët të fokusohen në projekte krijuese për të qetësuar mendjen. Besimi i tyre po testohet, do testohet shumë. Më e mira pra për ta, këshilla për ta është që të mësojnë ligjet hyjnore të multiversit, absolutisht do t'i japin një qetësi të madhe, jo vetëm t'i mësojnë, por duhet t'i përsërisin dhe t'i praktikojnë me kalimin e kohës nëse duan një jetë më të mirë. Britsjapi, ata që janë ascendent britsjapi. Psikologjia e tyre, intimiteti, transformimi i thellë tek britsjapët, emocione të forta. Mos bëjnë investime apo kredi, është koha për të qetësuar veten. Intimiteti mund të thellohet, thuhet në astrologji vedike, egoja e tyre po pastrohet. Forca e vërtet vjen nga butësia, domethënë duhet patjetër që të bëjnë një balancë mendore dhe tek meditimi lotësoshëm, nëse dëshirojnë ta mësojnë, quhet pastrimi i psikologjisë, pastrimi i mendimeve, pra balanca e mendimeve, por duhet patjetër të mësojnë disiplinën trupore të qëndruesimit. Ata që janë ascendent ujori, marrëdhëniet, partneritetet, do të ndikojë tek ta. Mund të mbarojë një marrëdhënie toksike, ose marrëdhënia kalon në një nivel të ri, më të avancuar, më të mirë, më thellë, mos u nxit në vendime martesore gjatë eklipsit, nëse do martohen nesër, të paktën shmanginen, nëse nuk doni pra që të mbarojë negativisht, fokusohu në identitetin tënd. Marrëdhëniet duhet të mbështesin versionin e ri tënd. Lësho lidhjet që të mbajnë me të kaluarën. Domethënë, marrëdhëniet dhe partneritet, qoftë marrëdhënie në të dashur, partner ose dhe marrëdhënie biznesi. Do të ndikohet pra. Një balancë gjithmonë do të jetë më e mirë dhe ajo arritet kur ti dëshiron të rrisësh vetdijen tënde. Prandaj mantra e tyre për ta, sidomos nëse vinë tek meditimi lotësoshëm dhe mësojnë, pra unë dua të punoj për një balancë në jetën time. Është mantra për ujorët. Rregull? Marrim të shenjën e fundit, peshqit. Ata që janë ascendent peshqit, sigurisht neve flasim, pra unë flas për astrologjin vedike. Eklipsi i tyre do të ndodhi në shtëpinë e 6. Ajo që do të ndikohet më tepër, që do të lë një gjurmë, është shëndeti, rutina, puna e përditshme. Ndryshimi i stilit të jetesës, duhet patjetër kujdesen për shëndetin e tyre. Mos merr borxhe. Puno për shërbimin e diçkajave pra më të lartë hyjnore. Unë dua të shërbej hyjnores, është më e mirë për peshqit. Krijon një rutinë më të shëndetshme, ushqimi, disiplina e përditshme dhe vetkujdesi është patjetër e rëndësishëm tek ata që janë peshqit. Pra, shërbimi ndaj natyrës, hyjnores, në diçka më të lartë, unë dua të shërbej më të lartë dhe hyjnoret është mantra për ta. Okej? Mirë, këto ishin pak a shumë ata që ascendentët dhe shenjat pra që na prekin gjatë eklipsit nesër, i cili sigurisht nuk është pasojë që vjen vetëm një ditë, por pasoja është, domethënë, 6 muaj, 2 vjet dhe pas eklipsit. Kalofshi një eklips të bukur,
Ju përshëndes, Afërdita, dhe do të shihemi ndoshta edhe për video të tjera të astrologjisë vedike. Në rregull? Kalofshi bukur.